Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Në këtë studio jam së bashku me DJ Besin. Në një organizim që së afërmi do të realizohet, një organizim shumë i bukur artistik, Panajiri i Dasmave Shkodrane. Mirëmëngjes Besin, mirë se keni ardhur në studion tonë. Faleminderit për ftesën. Në fakt është kënaqësi të komunikoj me një DJ, unë prej kohësh e kam menduar një gjë të tillë, por motivi sotëm është tepër i bukur. Jeni iniciuesi i një panajiri të veçantë që quhet Panajiri i Dasmave. Më duket se ka qenë një ide e juaja, dhe tashmë jeni afër këtij realizimi. Si u lindi kjo ide? Atëherë Panajiri i Dasma Shkodane do të organizohet me datë 22 dhe 23 dhjetor në katin e dytë të Hall të Bashkisë. Ka qenë komplet ide e jamja, ka qenë më shumë me thonë një ëndër e jamja, nga që unë jam vetë i fushë dasmave. Ka qenë një ëndër që me bë diçka risi, mund të themi, për Shkodrën, që mi ftu gjithë bizneset që operojnë në fushën e dasmave, që ti jemi gjithë bashkë dhe tregojmë për Shkodrën tonë, domethënë në fushën e dasmave gjithmonë, secili pjesën e vet. Unë të muzika dhe secili pjesën çfarë operon. Ka qenë si thënë një ëndër. Sa bukur. Unë në një emision të shkuar kam folur me të ftuarin tim për panajirin e artizanatit. Po ky është një panajir i vërtet i dasmave, që do të thotë se si njeriu ka këtë marrëdhënie me artin, me dasmën, me festën. Në fakt, në çfarë faze të përgatitjes këtij panajiri? Aty realisht unë jam në fazën finale, sepse panajiri është pas nesër dhe dilën. Çdo gjë besoj është gati. I ftoj gjithë ta shohin. Ka qenë një punë shumë e madhe realisht. Një punë disa mujore, që përgatitje para përgatitje, që mendoj ka me kënë diçka risi, mund të them, për Shkodrën tonë. Shpresoj të na dalin diçka e bukur. Po, natyrisht, kur dëshira është e madhe realisht. Po, Besi, a mund të na jepni nëpërmjet fjalës suaj dhe mikrofonit ton një panoramë se çfarë do përmbaj ky panajir? Po. Atëherë, nga vetë emri Dasma Shkodrane, aty do të jenë gjithë, siç e thashë më përpara, gjithë operatorët që operojnë fushën e dasmave, duke filluar nga muzika, foto, video, velat e nuseve normalisht, sepse dasma është për nusen edhe për dhëndrin, do të ketë edhe kostume dhe ndurësh, do të ketë gjithë ato që merret me dekorimet e dasmave. Çdo do të thonë, aty kush do të vinë, do gjejnë çdo gjë për një dasëm ideale. Po për make-upin keni menduar ka një çdo gjë është çdo gjë. Duke filluar nga ondulacioni, çdo gjë. Sa bukur. Po mirë, ju keni kontaktuar me bizneset? Patjetër, domethënë, siç thash, është një organizim disa mujor, duke organizuar bizneset gjitha ato që janë të fushës dasmës. Dhe kena menduar domethënë që të organizojmë këtë gjë, mund ta them është shumë gjë e veçantë. Risi, e përmendën disa është risi për Shkodrën në këtë formë që organizohet. Besi, me çfarë bizneses keni kontaktuar? Ju edhe mund të përmendni edhe emra konkret nëse dëshironi, që se si këto janë njerëz të njohur që komunikojmë, nuk I mendojmë as pak si reklama, përkundrazi si një punë të vazhdueshme të tyre në shërbim të njerëzve. Atëherë, mund të them që bashkëpunimi tyne ka qenë dhe gatishmëria ka qenë maksimale. Që në momentin që unë kam shprehë si ide, do të thonë, me organizuar, ata më kanë mbështet maksimalisht. Duke filluar nga dekorimi, sepse dekorimi është një pjesë shumë e veçantë, që është dekorimi I ambientit ku do të bëhet, domethënë ku do të organizohet dasma Shkodane Panajiri. Pastaj është ndërçimi një element shumë I veçantë I Panajirit, edhe ato janë shpejt gatshëm me mbështet. Gjithashtu duhet të përsëris fort, është një mbështetje maksimale e Bashkisë së Shkodrës. Sidomos e kryetarit zonës Voltana Ademi, e cilën e përshëndes me zemër. Natyrisht e përshëndesim për këto mbështetje. Sepse që në momentin që unë ja kam shprehë si ide I këtij panajirit, më kam mbështet maksimalisht. Sa bukur. Pra, ju keni... Dhe gjithashtu është edhe, domethënë, do më përmend edhe një sponsor që ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Chicago, Rozafa Construction, Allah të përshëndes me zemër sepse ka qenë I gatshëm me na mbështet më sa ka pas mundësi. Bukur. Pra, fillojmë me dekorimin, me muzikën, me fotot, me kameran. Patjetër, foto, video, gjitha
pastaj janë siç tha që janë velat, pastaj është si shteti make-up, pastaj janë edhe ato dhuratat personifikume që do të jenë që një Konfetat. konfetat. Çdo gjë tani s'po më kujton janë të shumt, çdo gjë. Po restorantet kanë Patjetër. paraqitur interes. Patjetër, edhe është një restorant në stadion, restorant Orlando, Po. që merr pjesë. Pra do të jetë një fest shumë e bukur. Mendoni që do të keni vizitor sepse në 2019-ën çiftet që mendojnë të martohen. I ftoj publikisht gjithë ato çifte që kanë menduar që të bëjnë një dasëm ideale, mund të themi, në verën e vitit 2019, të jenë pranishëm se aty do gjejnë çdo gjë. Në fakt, ju operoni me dasmat, si mendoni, si karakterizon dasmat shkodrane të kohës së sotme? Atëherë, unë kam qenë moshën 15 vjeçare që punoj DJ në dasma, dhe kryesisht në dasma shkodane. Po. Për realisht, unë mundohem kudo sa herë që shkoj një dasëm, do të thonë pikësynimi im është muzika ta bani shkodran, që t'i rri asaj aq sa mundem. Por pastaj e ka ndonjë vetë ambienti që ne do t'i përshtatim realisht, sepse ne kemi shku që të respektojmë ato njerëz të banketit dasmës. Natyrisht, çfarë karakterizon dasmën shkodrane të kohës së sotme? Ka dasma që fillojnë dhe mbarojnë me muzik live, këngëtar, apo e kombinuar, apo është komplet DJ? Varet realisht, sepse ka që është vetëm me DJ, po kemi pas shumë bashkëpunime edhe me këngëtarë të muzikës live, që mund të them që në një dasëm ku janë pranishëm DJ dhe orkestër, mund të them që është një dasëm ideale, sepse secili ka pjesën e vet, si DJ dhe si muzika live, dhe ai që është në dasëm i shijon të dyja. Shijon edhe muzikën e DJ-t edhe muzikën live. Besoj që është diçka perfekte. Sidomos kur kombinimi i këtyre dy elementeve është i mirë, del një dasëm shumë e bukur. Në të vërtetë, ju si DJ ju lind nevoja që të operoni me muzikën e re, natyrisht duke u mbështetur edhe tek tabani. Patjetër që po, aq më tepër sot, siç jemi në kohën e sotme që muzika, si themi ne, muzika rinore, muzika kos ka hyrë jashtë masit në përdasma, dhe ne duhet jemi shumë kontakt me këngët e reja, me hitet e reja, që kur shkojmë dasim të servirim edhe ato që janë hite sot për sot. Përveç muzikës të bani shkodan, përveç këngëve tradicionale që janë të dasmave, të servirim ato që janë hitet rinore, si themi ne, ose hitet e kos. Besi, kam vënë re që publiku i Shkodrës, dasmorët e Shkodrës, nuk janë shumë fanatik përsa i përket muzikës. Ata pëlqejnë edhe muzikën e trevave të tjera shqifolse, por edhe muzikën e huaj. Patjetër që po, thash edhe më përpara, do të thonë çdo gjë varet nga ambienti, sepse unë zakonisht kur shkoj në një dasëm, normalisht është që unë do t'i pyes se nga janë ata njerëz, është krejt normale, sepse në bazë të ambientit bëhet edhe muzika, sepse muzika qyteti mund të ketë muzikë tjetër, në Shkodra ka muzikë, domethënë është çdo gjë është për atë zonë, domethënë. Çdo muzikë është për zonën që ti shkon, sepse zona në Shkodrës është ndryshe, zona mi Shkodrës është ndryshe, qyteti është për ndryshe, kështu që ne do të përshtatemi realisht. Ju keni ftuar në këtë panajir mjaft element të dasmës. Desha të di, po këngëtarët do marrin pjesë në panajirin e dasmave shkodrane? Atë jam mundu, domethënë më sa kam pas mundësi jam mundu që përveç se është panajir, ta kthejmë në një mini aktivitet, mini koncert mund të themi, ku aty do të ketë valltar, do të ketë këngëtar shkodran që do të performojnë, do të ketë edhe numra të që po i la surprizë. Keni nevojë për surpriza, natyrisht. Por domethënë i ftoj që të vinë, sepse përveç panajirit që do të jetë i hapur, do të ketë edhe surpriza të tjera siç janë muzika shkodane që do të ketë ftuar këngëtar, edhe si thash valltar që do të jetë një koncert, më thonë. Një koncert. Besi, ju më herët më thatë që janë të gjitha elementet e dasmës. Si ka evoluar, se ju jeni prej kohësh në menaxhimin e këtyre festave të dasmës. Si kanë evoluar kërkesat dhe rritja e dasmës si një fest shumë e madhe? Natyrisht, traditat shkodran të dasmave janë të mrekullueshme. Por kërkesat e kohës kanë sjell edhe elemente të rinj. Si shihni ju këto në zhvillim? Zakonisht domethënë unë kur shkoj në dasëm, secili DJ mendoj e ka një farë repertorit në mendjen e tij në momentin që hyn dasëm. Por tesh vitet e fundit, domethënë ja kena lënë edhe diçka në dorë çiftit. Domethënë me këtë diçka them që sidomos në momentin
e tortës, që është momenti më i bukur i çiftit, në momentin që ndahet torta, ose në momentin që çifti hyn në dasëm, ne ja kena lënë dorë me zgjallë vetë ato muzikën. Domethënë, i alternojmë shijen e DJ-t me shijen e çiftit. Që dalin diçka, domethënë që edhe ato kënaqen, me ato kërkojnë. Duke qenë se shpesh dasmat karakterizohen edhe nga një lloj spektakli, elementet e spektaklit në dasëm, me sa di shumë çifte bëjnë edhe kurse vallëzimi për të mbërritur në kërcimin final. Kjo është ajo që thash unë, që domethënë ne ja lajm dorë çiftit, sepse çifti është vetë, sepse për çiftin bëhet dasma është reale. Edhe çifti zgjedh një këngë që ato mund ta kenë dëshirë të dy. E zgjedhin një këngë dhe është, si e thënë, e modës mund të themi që ato bajnë edhe kurse të këto vallëtarët e Shkodrës, të këto profesorat, edhe vinë të përgatitur në dasëm. Dhe kjo është një gjë krejt e mrekullueshme, sepse domethënë ato në dasëm mund të themi kthehen në vallëtar ose kthehen në një çift krejt ideal, sepse vallëzojnë në mënyrë krejt perfekte. Natyrisht do të përmend edhe një element tjetër, siç janë në një ambient të jashtëm, hedhja e fishekzareve. Zëvend në panajirin tuaj kjo, sepse kohët e fundit është parë disi me një lloj rezerve, hedhja e elementeve shpërthyese. Zakonisht në përdasma flas. Në përdasma mund të ndodhin në momentin që hin çifti, domethënë janë ato fishekzaret atij momentit, por në panair nuk e kam menduar, domethënë që sepse është një sallë e mbyllur. Plus sallë e mbyllur, domethënë ne jemi midis qytetit. Në zemrën e qytetit, më thonë. Thjesht nuk e kam menduar këtë detaj, jam fokusuar te gjëra të tjera, si thashë më përpara, që janë ta kthejmë në një risi, në një plus panairi tjetër një mini koncert, që njerëzit ta shijojnë në maksimum, domethënë, plus atyre që vinë shohin, eksplorojnë çdo gjë, vinë ta shijojnë pak muzikën qytetare shkodrane. Ndërkohë pjesëmarrja e orkestrantëve, si e shihni? Është një element që kërkohet? Ta thashë më përpara, domethënë, kjo është me gustën e njerëzve, sepse dikush ka qejf muzikën live, dikush ka qejf DJ-n, por prapë deklaroj, domethënë, prapë që për mendimin tim, për gustën time, një dasëm perfekte po ti ke të dyja është themi është dasëm ideale, sepse i ka të dy elementet. Ndërkohë për te këtij panajiri, si funksionon tregu i dasmave? Si bashkëpunoni ju me elementet të ndryshëm të një dasme për të realizuar? Keni një lloj bashkëpunimit jo vetëm me klientët, por edhe me bizneset e ndryshme që vinë drejt për drejt deri në ditën finale të Po, kjo është pyetje shumë e drejtë, sepse mund të them diçka, që për me të zgjedhur një dasëm ideale për atë çift që martohet, nëse nuk është një bashkëpunim maksimal i komponenteve të dasmës, siç janë DJ ose muzika live, plus foto dhe video, besoj që nuk del diçka e bukur. Sepse nëse unë si DJ bashkëpunoj me kameramanin ose me fotografin, plus asaj nëse ka muzikë live, kombinoj dhe muzikën live, normalisht del dasëm e kompletuar, sepse gjithë kemi shku për një qëllim, që atij çiftit t'ia zgjedhim një dasëm ideale, më thonë, sepse dita më e bukur e jetës tyne. Kjo është ideja. Desha të pyes diçka më të veçantë specifike. Jo, shumë bukur. Ju i prekni drejt për drejt këto probleme. Ka rrjete të tilla funksionimi dhe ndoshta a mund të lindë ideja që të krijoni kompani të dasmave? Ndoshta në Tiranë edhe kanë filluar me kriju, po në Shkodër akoma. Janë vetë kushtet e atilla që nuk ta lejojnë. Sepse domethënë unë për momentin domethënë nuk e marr përsipër për një gjatë e tillë. Sepse do të ishte bukur. Sepse ka për mendimin tim ka një diçka, secili çift ka ato dëshirat e veta, gustet e veta. Domethënë atij pëlqen DJ Besi ose mund t'i pëlqejë një DJ tjetër, mund t'i pëlqejë një kameraman ose një fotograf, sipas gustet e tyre. Ndërsa kur ke një agjenci, i ke gjithë ato të përfshime me ato persona që ti bashkëpunon. Do ishte më mirë kështu? Sepse ka njerëz që në një farë mënyrë kanë një lloj dileme për të realizuar këtë marrë, si të shkojë, ku të drejtohen, sepse dasmat zakonisht për herë të parë i realizojnë çifte. Ajo është e drejtë, por unë them këtë tjetër që ka dalë interneti, ka dalë rrjetet sociale, njerëzit shohin shumë gjëra. Shohin si punimet e mia si DJ, si punimet e një fotografit, si punimet e një kameramanit. Domethënë e kanë, si e them, e kanë botën e hapur, nuk ka si ka kënd dikur që
nuk kanë pas mundësi për me ndëgju, domethënë kanë të kufizuar, sot janë shohin gjithçka. Shohin punimet e çdo DJ-t, e çdo kameramanit, e çdo fotografit dhe janë të lirë me zgja. Kjo është ide. Sepse është diçka shumë interesante, sepse mund të lidhet direkt edhe me restorantin, mund të lidhet me kompaninë e zbukurimit. Po, patjetër, ajo fillon domethënë qysh tek sepse një çift në momentin që si themi shkodrançe dan vaden kështu. Dan vaden. Po. Domethënë duke filluar nga lokali, pastaj fillon gjëra të tjera. Te fustani, te dekorimi, te DJ-ja, te kameramani me radhë. Ndoshta do të ishte shumë bukur një organizim profesional i juaj në mënyrë që jo vetëm të bashkëpunoni, po të shërbeni klientëve sa më mirë dhe duke qenë patjetër kjo bashkëpunimi është mund të themi që është kryesor për një dasëm. Sepse s'keni mi bashkëpunim elementi i dasmës është e kot. Ju vetë që jeni në dasëm mund thuhet ndër komponentët kryesor, se muzika është element kryesor në dasëm. Të gjithë kanë rëndësinë e vet, natyrisht ushqimi, atmosfera, çdo gjë. Ju si ndjeheni gjatë një dasme? Ajo mund të vazhdojë gjatë 5 orë, më shumë, më pak. Keni momente të lodhjes, keni momente entuziaste, si bashkëpunojnë këto tek vetvetja juaj? Atëherë them diçka që unë punën që e baj me pasion. Duke e bë me pasion, dhe me thonë, për mu kur nuk është e lodhshme. Pavarësisht sepse vera normalisht është e të zgjatur, sepse na qëllon me bë nga 2 dasma në ditë. Kjo gjë në për ditë, por unë e bëj çdo gjë me pasion edhe për mua është shtohet kënaqësia për çdo dasmë më tepër. Nuk e një lodhën realisht. Edhe është një kënaqësi shumë e veçantë, me thonë, sepse kur një çift ta beson dasmën ditën më të bukur të jetës, është një satisfakcion i jashtëzakonshëm. Sepse ke një përgjegjësi shumë të madhe. Unë do të ndalem edhe tek një element tjetër. Jo më kot ju thash në bashkimin e këtij rrjeti, ose duke hedhur thjesht një ide ose një mendim, sepse natyrisht duke krijuar rrjete të tilla DJ që janë të lidhur me specialistë të tjerë, ka dhe një lloj konkurrence në cilësi edhe në çmime. Sa të përballueshme janë çmimet për klientët tuaj dhe si evolojnë ato? Realisht çmimet, realisht do të thonë, këtu ke variacione, si çdo vend botës, do të thonë, ke variacione në bazë të cilësisë. Po, unë nuk du çmime konkrete, natyrisht, por atëherë do të thonë, unë jam mundues, unë si bes jam munduar që me marr një çmim konstant. Nuk e kam fjalën për ju personalisht në të gjithë elementet e tyre. A mund ta anashkalohet dikush një element për të mbërritur tek tjetri? Mund të ndodhë, sepse domethënë kjo është në varësi të çiftit që martohet. Domethënë varet çifti çfarë elementi i kushton rëndësi më tepër, sepse ke shumë çifte që ndoshta paguajnë orkestrën shumë shtajt dhe lanë diçka tjetër mangut. Ose ke çifte që paguajnë fotografin shumë shtajt dhe lanë diçka mangut, ose ke çifte që zgjedhin luks lokalin, po themi, ku është më shtajti, edhe lanë diçka, lanë DJ-n mangut. Dhe më thënë çdo gjë në dorën e çiftit, në dorën e gustos së tyre. Ku përkushton ato më tepër, sepse ke çifte që përkushton fotos, ke çifte që dëshirojnë me pas muzikën maksimale, më thënë, muzikën ku është orkestra më e mirë ose DJ më i mirë. Ke çifte të tjerë që janë modest, që dojnë diçka të thjeshtë. Si qëndron raporti midis këtyre që janë modest, nuk kanë shumë, pra duke hedhur një vështrim edhe mbi nivelin ekonomik të këtyre dasmave që realizohen? Kanë një çmim, domethënë kanë një nivel të lartë apo varion? Në Shkodër është një nivel mesatar realisht, sepse nuk është përsa i përket DJ-s, sas në fushën time është një nivel mesatar. Pastaj Tirana është tjetër gjë. Në Shkodrën tonë është një nivel mesatar i DJ-s, duke fol nga çmimi, domethënë. Gjithsesi, e rëndësishme është që në dasëm të marrin pjesë të gjithë dasmorët. Patjetër. Si e shihni ju këtë? Çfarë ndjesish keni gjatë realizimit të një dasme? Unë kam deklaruar në një vend që kam folë, domethënë, unë një DJ duhet me kenë psikolog të mund të themi në dasëm. Dhe të nëse ti dëshiron me dënë punën pa, gjaja parë që do të jetë është atmosfera. Atmosfera, sidomos në dasma shkodane që gjithë këndojnë. Nëse në një dasëm ti
je i Zotit që ti bësh banketin me kënu e me këcy, atëherë ke arrit një perfekcion dhe atij çifti ja ke bë dasmën të jashtëzakonshme. Sepse fundit përveç çiftit ke dëshirë të kënaqen edhe dasmorët. Natyrisht. Unë personalisht si beson mundohem të bëhem një me dasmorë. Të mundohem të jep maksimum një kudo që shkoj sepse që të thash punën e bëj me pasion. Pavarësisht se kanë kalu 15 vite, shtohet pasioni për çdo ditë më tepër realisht. Çfarë ndjeni kur ju falenderojnë dhe mbas 2-3 ditësh kur fillojnë të shlodhen nga dasma, kur fillojnë të analizojnë elementet, merrni falënderime. Patjetër realisht është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Sikur ta hekat lodhin në momentin që të falenderojnë sepse atë zot të shtëpisë themi ne e ke ndaru me atë dasmon që ti ke pas ftu. I kemi më pas çiftet? Patjetër që po sepse ti ke kënë ai që ja ke bë ditën më të bukur të jes, si themi ne e ke ndaru me ato njerëz. Sepse realisht është një shpenzim shumë i madh për dasmë, edhe shumë njerëz mund ta themi që e bëjnë me një sakrificë të jashtëzakonshme. Dhe deri tani të hedhim një vështrim të shkurtër mbi 2019-ën, parashikoni shumë dasma në zonën tonë? Patjetër që po, unë realisht në më thonë, sepse zakonisht fillojnë përnetimet që tani, realisht jam shumë i kënaqur me dasma që unë, më thonë, me përnetimet që kam, shpresoj që të ketë si mjet, edhe si mjet ka një vit shumë i kënaqur. Natyrisht dasma është një fest që bashkon çiftin, një fest të familjes, një fest që hedh hapa në krijimin e familjes, ndaj është diçka shumë e bukur dhe një element shumë i veçantë i jetës. Le të qëndrojmë përsëri tek panajiri i dasmave, me këtë panoramë që ju na bët në një kënd do të jetë muzika, këngëtarët, zbukurimet, make-upi, restorantet, do të kesh çdo element. Elementet. Dhe njerëzit do të, sidomos çiftet e reja. Patjetër, domethënë unë i bëj thirrje gjithë çifteve të reja që martohen në vitin 2019. Janë të lirë të vinë të shohin, aty mund gjejnë, besoj që mund gjejnë çdo gjë për një dasëm ideale të tyre. Ndërkohë ju jeni në këtë panajir nga ora? Atëherë, panajiri do të jetë i hapur që nga ora 10 e pak deri në orën 8 të darkës, me datë 22 dhe 23. Do të jetë siç duket edhe një fest në ndërtesën e bashkisë. Patjetër do të jetë në katin e dytë të bashkisë së Shkodrës, do të jetë çdo gjë e zbukuruar me çdo detaj. Hyria e lirë. Patjetër që po, domethënë. Besoj që të jetë diçka e bukur të vinë sa më tepër njerëzit. Dhe të marrësh pjesë në një panajir të tillë festiv, natyrisht sjell ndjesi të mira në vazhdon e shumë veprimtarive që në Shkodër organizohen pikërisht këtë ditë. Ju jeni bashkuar kësaj feste dhe kjo fest e dasmave shkodrane natyrisht mbjell kënaqësi, humor të mirë, atmosferë të bukur. Do t'u uroja të gjithë bashkëqytetarëve të Shkodrës të kenë ndjesi të bukura në këto prak festash, por dhe për gjatë vitit 2019. Edhe unë, të thënë nga studioja juaj, juroj gjithë qytetarëve të Shkodrës në radhë parë gëzuar festat e fund vitit. I ftoj të vinë ta shohin se ka me kënë diçka kretërisi për Shkodrën. Dhe ju jeni organizuesi i parë, i panajirit të parë të dasmave shkodrane. I panajirit të parë, në këto dhe më thënë është një panajir, me sa dion është bërë dhe para një 4 viteve është organizuar një panajir, por nuk ndoshta s'ka kënë me gjithë këto elementet, dhe më thënë ka kanë me elementet më pak, edhe ka kanë dhe më thënë shumë i bukur realisht. Por kjo është dhe më thënë me elemente më tepër, është më i zgjanum, bizneset janë më tepër se herët e tjera, shpresoj tani. Edhe do t'ju uroja sukses. Faleminderit edhe ti për ftesën në këtë emision kaq të mrekullueshëm që organizoni. Faleminderit ty ju Besi. Që më dhe mundësinë me thonë që me për këtë panajir kaq të mrekullueshëm që unë mi fol 2 fjalë, me thonë mi ftu gjithë qytetarët e Shkodrës që të vinë tash. Patjetër, mikrofoni është i juaj edhe i protagonistëve të tillë në këtë raste. Do t'ju uroja mbarësi, gëzuar festat dhe punë të bukur dhe të mbar në këtë mision që ju keni, në këtë pasion që ju e shprehni vazhdimisht dhe të gjithë profesionistëve të dasmave. Faleminderit juve. Respekte. Radio Shkodra